Mirë, të flasim në këto momente për noterët. Ka pasur akuza nga ligjvënësit se noterët janë përfshirë në skema të pastrimit të parave të lidhur kryesisht me sektorin e ndërtimit. Do të flasim gjërësisht drejt për drejt në bisedë me mua do të jetë avokati Alban Duraj. Avokat, përshëndes, faleminderit. Përshëndetje, faleminderit, mirësi më gjitha. Avokat, ka pasur një denoncim në Komisionin e Ligjeve nga një deputet i Partisë Demokratike i cili tha se noterët janë pjesë e skemës pastrimit të parave, veçanërisht në sektorin e ndërtimit. Si e shihni këtë deklaratë, cilat janë skemat më të zakonshme që përdoren nga noterët? Ky nuk është rasti i parë, pra ne kemi pasur edhe raste të cilat janë denoncuar vetë nga institucioni i cili merret me parandalimin e pastrimit të parave, pra një agjenci e cila tashmë është duke u reformuar, pra duke ndryshuar edhe ligjin për parandalimin e pastrimit të parave. Natyrisht që institucione të tjera vizgatuese kanë bërë në pikputje gjithë veprimtarinë e noterëve të cilët nuk kryejnë veprimet e tyre parandaluese, të cilat janë në funksion të ligjit të posaçëm për parandalimin dhe pastrimin e parave. Ky ligj përcakton një detyrim të cilin e kanë noterët kur aktojnë kontratat e tyre, pra kontratat e shëndetit, kontratat e qeras apo kontrata të tjera, të cilat kanë të bëjnë kalimin e kuotave, pra apo shitjen e kuotave nga një ortak në një ortak tjetër, përfitjen e tyre nga shoqëritë të cilat përfitin kompani të caktuara apo bashkim të kompanish, pra ka një sër veprime juridike të cilat bën përpara noterit publik. Dhe ligji i posaçëm për cilën ne po flasim ka detyrimin apo i lë detyrë noterit që të deklarojë të gjitha ato transakcione të cilat janë në vlerën e 1 milion lekë të vjetra apo 1 milion lekë të reja apo 10 milion lekë të vjetra, për të cilat noteri është i detyruar që t'i deklarojë këto pranë institucionit të parandalimit dhe pastrimit të parave, i cili tashmë kanë ndryshuar edhe martesën e tyre e ka kthyer emrin në agjenci. Kështu që në këto kushte shumë noterë nuk e kanë respektuar, pra nëse do të ishte kjo hallë shumë e rëndësishme ku shtetasit, qytetarët, kompanitë kryen veprimet e tyre ligjore, juridike dhe pastaj ata shkojnë në bankë, sepse kemi dhe institucionin tjetër që është institucioni i bankës, për të cilën ky ligj i posaçëm e detyron edhe bankën që të bëjë deklarimin lidhur me këtë transakcion, kush e ka kryer këtë transakcion dhe pastaj merret agjencia e posaçme lidhur me hetimin rast pas rasti, nëse jemi përpara rasteve ku qytetarët të caktuar kryejnë pastrim të parave apo kompanitë të caktuara kryejnë pastrim të parave apo jo, por shumë noterë të e neglizhojnë, shumë prej tyre e neglizhojnë jo për shkak sepse kanë dëshirën apo vullnetin për ta bërë një gjë të tillë, po duke qenë se ky është një ligj i cili është një ligj relativisht i ri për të cilën ky institucion edhe pse ka bërë trajnime të vazhdueshme me noterë të caktuar, ka dhe noterë të cilët nuk kanë mundësi apo nuk kanë qenë pjesë e këtyre trajnimeve të posaçme. Kështu që unë them që shumica e noterëve mundohen përpiqen të jenë korrekt, por ka dhe nga ata noterë të cilët abuzojnë dhe këta janë në pakisë si noterë, për të cilët mbledhin punët e kompanive të cilat kanë edhe qëllim që të bëjnë pastrim të produkteve të veprës penale, pra duke ju shmangur detyrimit ligjor që ato kanë, por që për këto duhet që institucionet të veprojnë, pra të ketë përveç se është një rol i rëndësishëm i Ministrisë së Drejtësisë për të cilën këta noterë kanë para se të shkojmë tek kontrolli dhe monitorimi që Ministria e Drejtësisë dhe mekanizma të tjerë. Pra, sipas ligjit noterët janë ata pikakyçe të cilët duhet edhe të parandalojnë pastrimin e parave. Në raste pra kur një noter konstaton parregullsi, cilat janë detyrimet ligjore konkretisht që ai duhet ndjek dhe hapa që ai duhet të ndjek
Atëherë, noteri ka për detyrë që çdo transakcion që është në vlerën e 1 milion lekë të reja apo 10 milion lekë të vjetra, ta deklarojë këtë tek institucioni apo te agjencia e parandalimit të pastrimit të parave. Pra ky është detyrimi ligjor. Noteri nuk i hyn hetimit, ashtu sikurse edhe shumë subjekte të tjera të cilat janë pjesë e këtij ligji dhe kanë detyrën që ti bëjnë një deklaratë të tillë, duke ka shumë ligje ka shumë profesione të cilat e kanë këtë detyrë, edhe avokati e ka këtë detyrë, nëse ai asiston në artimin e një kontrate e cila i kalon vlerat e transaksionit mbi 10 milion lekë të vjetra apo 1 milion lekë të reja, ai është i detyruar që ta deklarojë këtë apo ta referojë tek agjencia e parandalimit të pastrimit të parave. Pra, kjo është detyra e noterit, pra noteri e mbyll këtu ciklin e tij, nuk i hyn hetimit nëse po pastrohet para apo nuk po pastrohet para. Por është pasaj ky institucion i cili ka detyrën ligjore që pasaj të bëj hetimin. Pra, bën hetimin kush e ka bërë të transakcion, cilët janë individët apo subjektet që e kanë bërë të transakcion, dhe ata e kanë kompetencën ligjore që të bëjnë një lloj hetimi pa referuar të në prokurori në mënyrë që të bëj, le të themi, një hetim paraprak për sa i përket burimeve të ardhrave që këto subjekte apo individ kanë lidhur me kryen e këtij transaksioni, kanë burim parash për të bërë një veprim të tillë juridik apo jo, dhe nëse ato arrin në konkluzionin që jemi përpara faktit që këto subjekte nuk kanë mundësi për të bërë një blerje të tillë, pra këtu flas për sendet të cilat janë sendet e paluajtshme apo sendet të cilat kanë një vlerë shumë të madhe, por kemi edhe kompanitë. Pra, nëse do t'i referohemi kompanive, të cilat është bërë një problem shumë i madh dhe ne habitemi, kemi rastin e aeroportit të Vlorës, ku u bë një transakcion, pra një shitje me një vlerë shumë qesharake, gjë që nuk e justifikonte vlerën që kishte ajo kuotë për të cilën ato kuota të cilat u shitën, dhe në këto raste to bëjnë në vlerë të vogël, pra këtu mund të jetë detyrimi që ka noteri për ta referuar. Pra nëse një noter shikon që jemi përpara një veprimi fiktiv për të cilin konstaton që jemi përpara fshehjes së shumë problemeve që kanë këto subjekte, siç mund të jetë pastrimi i parave, pra një nga elementet shumë të rëndësishëm. Në këtë rast noteri është i detyruar, por kemi edhe veprime të tjera, siç mund të jenë ato të terrorizmit, pra kemi shumë subjekte të cilat mund të jenë të lidhur me financimin e terrorizmit apo pjesë subjekte të cilat mbështesin terrorizmin. Dhe në këto raste noteri është i detyruar që të bëjë referimin në institucionin përkatës. S'ka që është detyra e noterit, pra noteri nuk ka një fuqi ligjore për të marrë ndonjë akt tjetër. Por në shumicën e rasteve unë them që shumë nga këta noter nuk e kanë njohurinë për këtë ligj, ndërkohë që ka edhe shumë të tjerë cilët kanë njohuri ligjore. Avokat, sipas zotit Mek, si pak ditë më parë deklaroi që janë 31 noter të përfshirë në një skem të tillë. Sa informacione kemi? Atëherë, lidhur me këtë deklaratë, këtu ne i referohemi noterëve të cilët kanë marrë pjesë në transakcione fiktive, pra në këto raste noterët janë të detyruar që të bëjnë referimin përkatës, pra kur shikojmë që kemi shmangje të taksave, të detyrimeve të tjera, të cilat noterët janë të detyruar që ta shesin me çmimin e tregut, pra nëse marrim rastin e një shitje të një sendit paluajtshëm një apartament, ku vlerën ky apartament e ka 1 milion lekë të vjetra, pra çmimi i referencës për cilën noteri konstaton që këtu mund të shihej edhe me një çmim më të ulët, vetëm për t'u shmangur i detyrimi ligjor, atëherë në këto raste kemi të bëjmë me përfshirje të noterëve të cilët janë pjesë e këtyre skemave, sikurse mund të jenë edhe bankat, pra kemi shumë banka, kemi shumë exchange për të cilët
duhet që të bëjnë deklarimin pranë institucionit përkatës në mënyrë që të parandalohen këto veprime të palishme të cilat ndikojnë thelbësisht në ekonominë tonë, nuk inkurajojnë konkurrencën, por natyrisht futet një para e pisë për cilën na dëmton të gjithë ne si qytetarë. Dhe kemi shumë probleme të cilat pastaj janë pasojë e mos menaxhimit të mirë nga aktorët kryesorë që detyron ligji, pra nuk është vetëm faji i institucioneve këtu, sepse kuadri ligjor, avokat, vetë kuadri ligjor ka boshllëqe ku mund të shfrytëzohen për të fshehur pasurinë, burimin, pra pasurinë reale dhe burimin e saj? Unë mendoj që ne kemi kuadrin ligjor më të mirë, pra vetëm thjesht duhet të kemi një monitorim më periodik nga ana e institucioneve, pra një kontratë për të cilën noteri e harton apo është pjesë e saj, ai e ka detyrim ligjor që ta deklarojë në fund të ditës apo në fund të muajit të gjitha kontratat kalojnë tek Ministria e Drejtësisë. Pra, për sa i përket deklarimit të kontratave është kjo, kurse për sa i përket vlerës, pra ato kontrata që kalojnë vlerën mbi 1 milion lekë transaksioni, ato janë të detyruar ta çojnë këtë tek pastrimi tek drejtoria apo tek agjencia e pastrimit të parave, që ka pasaj detyrimin e monitorimit të subjekteve që kanë bërë të kontrata. Ndoshta mendoj ndryshimi ligjor duhet të ishte ky që të kompetencë ta marrë Ministria e Drejtësisë, duke qenë se këta noter i çojnë kontrata tek Ministria dhe këtë kontroll ta bëjë Ministria e Drejtësisë në mënyrë që edhe noterët mos të angazhohen shumë me punë të cilat janë çështje vërteta, punë angari, nëse do t'i themi me një term më të thjeshtë të noterëve, ndërkohë që ata janë të impenjuar me punët e tyre, por do duhet që të bëjnë nëpër agjenci të ndryshme të bëjnë deklarimet. Kjo është e vetmja e mirë, mendoj unë, në momentin që deklarohet kontrata, për më tepër që shumë kontrata kalojnë në mënyrë automatike në sistemin që ka Ministria e Drejtësisë. Pra, çdo gjë është bërë digitalizuar dhe ajo në mënyrë automatike i kalon, por ja u lë të fiktiv në këtë pikë mes noterëve, Agjencisë së Inteligjencës Financiare, kadastrës, tatimeve, ka një koordinim fiktiv në këtë rast? Nuk besoj që ka një komunikim apo le të them një bashkëpunim fiktiv. Unë mendoj që nuk është gjetur vetëm kjo rrugë e dur, pra duhet të jetë, pra nuk është efektiv për këtë rast, por në disa trajnime që unë kam qenë pjesë e agjencisë posaçme që merret me parandalimin e pastrimit parave, gjithë problematika ishte sepse nuk ishte burime njerëzore. Pra shqetësime, pra po them për një trajnim që ne kishim me dhomën e avokatëve, kryetarin e dhomës së avokatisë së Bavarisë, i cili ngritë shqetësimin si ka mundësi që Shqipëria është në nivele kaq të dobta lidhur me parandalimin e pastrimit parave. Përgjigjja e besuesve të këtij institucioni ishte se ne nuk kemi kapacitetet e duhura njerëzore për ta monitoruar një gjë të tillë, por natyrisht edhe duhet bërë një, le të themi, ndryshim për sa i përket një organi i cili të merret me të gjitha këto kontrolle, sepse edhe profesionistët të cilët janë pjesë e këtij ligji, i duhet një punë e madhe që ata të angazhohen për të bërë raportime. Dhe duhet një person i posaçëm, pra kur vjen puna tek noteri mund të bëjnë disa akte në ditë, por që i duhet të punësojë një person që kjo ka kosto financiare dhe në një anë ata edhe mund të neglizhojnë pa dashje, por ka edhe nga ata noterë të cilët marrin punët më të madhe. Pra po të shikojmë shumë disa këtyre noterëve që kanë qenë të përfshirë apo në hetim nga institucionet ligjzbatuese, ka noterë kanë gjitha kontratat e kompanive që merren me ndërtimet të Shqipëri, por edhe të subjekteve të cilat bëjnë shitjen e kvotave dhe të dividendeve. Është një numër i shumë i përqendruar i këtyre noterëve, që ndoshta edhe për faktin se
një pjesë e mirë e noterëve ose ndoshta nuk e njohin të mekanizëm të pastrimit të parave, por kanë edhe frikë nga ligji. Pra, nga diskutimet që unë kam me shumë kolegë, të cilët janë noterë, ata më thonë që ne nuk bëjmë veprime të palishme dhe përpasoj ne kemi shumë pak punë për sa i përket akteve dhe natyrisht që kjo sjell edhe një paparazi lidhur me konkurreshmërinë që kanë këta noterë me njëri tjetrin. Pse sektori i pasurive të paluajshme, avokat, konsiderohet si një nga sektorët me riskun më të lartë për pastrimin e parave? Sektori i pasurive të paluajshme është, duke qenë se këto subjekte të cilat merren me pastrimin ose kanë të ardhura nga aktivitete kriminale, duke qenë se këto nuk mundet që t'i fusin kapitalet e tyre në bank, pra ta ngurësojnë të kapital dhe ta kenë në asete në llogari bankare, gjejnë një formë e cila është, pra kjo formë e pastrimit parave nëpërmjet pasurive të paluajshme, është një formë që është përdorur në Itali në fillim të viteve 50 deri në fund të viteve 80 dhe ka qenë sektori më i suksesshëm për vetë mënyrën se si rritet ky kapital. Pra, po marr një shembull, nëse një individ i cili mund të blejë një pronë të paluajshme, pra po marr truallin, një truall i cili mund të kushtoj 500, pra është 500 metër katror dhe nuk ketë një vlerë të vogël, pra për sa i përket blerjes së tij në treg, dhe në momentin që ajo mundet të zhvillohet, pra mënyra se si është zhvilluar sektori i ndërtimit, duke dhënë me clearing, duke marrë dhe duke ndërtuar, këtu ata kanë mundësi që të manovrojnë për sa i përket fitimit. Dhe në një ndërtim, pra nëse ne do të heqim të gjitha kostot, nuk shkon metri katror, nuk shkon më shumë se 400.000 lek, pra deri në 500.000 lek maksimalja, nëse ne do të flasim për një ndërtim i cili është me standarde të larta, ndërkohë që pjesa tjetër shkon në fitim dhe automatikisht këto fitime kalojnë në këta qytetar apo individ, cilët paratë e tyre i kanë fituar me korrupsion, mundet i kanë fituar me trafikim të lëndëve narkotike, me trafikim të qenieve njerëzore dhe shumë veprimtari të tjera të palishme, por i takon detyra institucioneve të cilat merret me monitorimin dhe me parandalimin e këtyre veprimeve të palishme të cilat dëmtojnë rënd ekonominë. E qartë. Avokat, faleminderit shumë, kënaqësi. Faleminderit shumë, kënaqësi dhe për mua.